Personazhi i radhës në emisionin Personazhe në Fokus është Dritan Kajrani, 48 vjeçari nga Lushnja, një emër i njohur në fushën e gastronomisë lokale. Në moshën 17 vjeçare ai u largua drejt Greqisë në kërkim të një jete më të mirë, ku për 25 vite ndërtoi një përvojë të çmuar në kuzhinë. Pas rikthimit në vendlindje, solli në Lushnjë modelin e tavernës tradicionale, duke hapur për herë të parë një biznes me sufllaqe dhe gatime të ndryshme, i cili sot është ndër më të frekuentuarit në qytet. Një rrugtim bardhëzi nga emigracioni në sipërmarrje, që shndrohet në shembull motivimi për të rinjt dhe për të gjithë ata që besojnë se suksesi fillon aty ku ka përkushtim dhe pasion. Përballë gazetarit Ndriçim Gjoshi, tani rrëfen gjithçka, sfidat, emocionet dhe arritjet. Mos e humbisni të shtunën, ora 21, vetëm në televizionin Apollon. Kam punuar në shumë lagje të Atinës, ashtu si kam punuar edhe në shumë ishuj. Në mos harroj, kam punuar të paktën në shumë ishuj të Greqisë. Në ishujt më të dëgjuar të Greqisë.